Ilaçi që mos të mplakemi. Miq të dashur, një mbret kërkoi prej shërbetorit të tij detyrimisht të gjejë një ilaç si ai mos të mplaket në jetën e tij. Dhe i ofroi çdo çmim që ai dëshiron dhe kërkon. Kërko, gjithandej dhe kthemu me haber të mirë. Doli shërbitori i mbretit të pyes gjithë fshatrat dhe qytetet, gjithë mjekët dhe të gjithë njerëzit të cilët kishin informata dhe dije në këtë punë. Nuk ja del dot. Dikush e mësoi që të shkoj në majë të malit ku jetonin dy shtëpia. Aty do të marrë mësim. Trokiti në njërën derë, e hapi derën zotriu i plak në fytyrë me rrudha të shumta dhe tha: "I dashur mik, jam një udhëtar i rastit dhe kam mbetur në mal. Dëshiroj që të kaloj një natë te ju, nga se jam duke kërkuar një ilaç të caktuar." Gruaja e zotriu që hapi derën prema shpinë e piskati, duke thënë: "Ki kujdes, mos merr njerëz të huaj 100 herë të kam thënë në shtëpinë tonë, largo ato." Zotriu që hapi derën i turpruar uli kokën dhe ja bëri me gjest që s'kam çka të bëj. E mbylli derën. Shkoi te shtëpia e dytë dhe shpresa e fundit. Trokiti në derë dhe një djalë i ri e hap derën dhe thot: "Urdhro. Mik i dashur, kam një problem. Gjendëm në malin tuaj dhe po m'kap nata dhe dua që të kaloj një natë te ju. Nëse më ofron një mbulesë mbi krye." Nusja e tij prej mbrapa shpine foli: "O, lumit shtëpia jonë, neve na trokasin njerëz në derë dhe dëshirojnë që t'u shërbejmë. Të lutem buri im, hapja derën dhe fute njeriu në shtëpi. Kemi dhomën e mysafirëve, fute aty dhe do të kaloj natë të mirë." Njëjtën kohë e hap djali shtëpinë dhe zemrën e tij dhe dhomën. Kërkon prej nusës së tij që ofroi diçka të hanë dhe të pinë. Nusja i përgatit në formë më të mirë. Më pas, zotriu i shtëpisë kërkoi prej nusës së tij që të dalë në kopshtin e bostanit dhe të marrë një bostan të pjekur mirë për mysafirin e natës. Ashtu veproi nusja dhe erdhi e solli bostanin, po e godit dhe i thot: "Nusja ime, më fal, ky bostan nuk është i pjekur mirë. Të lutem ktheje bjermën një tjetër." E ktheu, i sjellë një tjetër. "Nusja ime, ky bostan nuk është i pjekur mirë. Të lutem ktheje, ma sjell një tjetër." E solli për tretë herë, i ra e goditi: "Mashallah, ky kënd ka i pjekur." E prejnë atë bostanin, hëngrën dhe pinë dhe qeshën bashkarisht dhe u kënaqën. Tash vjen mysafiri në fjalë: "I dashur mik, unë jam shërbetori i mbretit. Mbreti më ka dërguar që të kërkoj gjithandej një ilaç kundër mplakjes. Dhe unë po shoh se ty qenë ke mashallah i ri. Mirë po desha që të shohte komshiu yt, që ishte më i plak se ty, dhe të pyes për këtë ilaç. Mirë po ai nuk më ofroi mu këtë mundësi dhe erdha te ty. Ty ndoshta s'ja bjen me të pyet hiç për shkak se ti qenë ke i ri dhe nuk mund të pyes si më mbet i ri." Djali që e priti ata filloi të qesh duke i thënë: "O mysafir i dashur, ai është vllau im, ai është disa vite më i ri se unë, kurse unë jam më i vjetër se ai. U habit, bashkët jam duke e kërkuar, më thuaj të lutem ç'ke bërë që ti i je kështu i ri dhe qëndron në lëkurën e tij, në pamjen tënde, kështu i freskët dhe i ri. A mos vallë vjen prej këtij bostanit të cilën e hëngrëm? A mos vallë vjen prej ushqimit të cilën e konzumon? A mos vallë, të lutem më thuaj ilaçin se mbreti ka të shpërblej çka të dëshiron shpirti." Filloi të qesh djaloshi duke i thënë: "Jo, sekreti i mplakjes apo mos mplakjes nuk është në ushqim, po sekreti i mplakjes dhe mos mplakjes është te nusja ime, nga se gjithmonë nga dita e martesës më ka ofruar dashuri, më ka ofruar mëshirë, më ka ofruar mbulesë, më ka ofruar kënaqësi në shtëpinë time dhe sikur e pe, më ka ofruar edhe mysafir të lloj-llojshëm duke hapur rrugën dhe derën për të gjithë. Dhe kjo më ka lënë mu bujar dhe më ka lënë zemër hapur. Bile, të kesh parasysh, ne nuk kemi një kopsht të bostanit jashtë. Ne kemi vetëm një të njëjtin bostan të cilën u afroi nusja ime për s'pari herë, për s'dyti dhe për s'treti, që mos ma thej qefin, shkoj e ktheu për s'dyti dhe për s'treti dhe kështu me radhë hëngrëm të njëjtin bostan.
Pra, sekreti është në nusën tënde që ajo din të mirëmbajë burrin e saj dhe din të mbulojë me dashuri. Nuset tona të dashura, ofroni dashurinë që Zoti ka kërkuar për juve të ofroni ndaj burrave tuaj dhe dini e mirë se për të do të shpërbleheni pa mas. Kurse ju të gjithë që na ndjekni, bahuni zemër hapur dhe ti burr i dashur, tregoj nusës tënde se je një burr me vend. Ju dëshiroj gjithat mirat, kudo që jeni, selamet për ju.